Sot kisha lutet në mënyrë veçantë, duke kujtuar ai që është bariu i mirë, projekti e çdo bariu tjetër, për thirrje mestarake, për thirrje në jetën rregulltare, për thirrje në jetën e shkuruar. E kuptohet, sepse nuk ka një propozim më e të rece, më e bukur se me shikuar vetë Krishti. Besoj se nëse, si kanë thënë shpesh, sidomos katekumenëve në rastet e ndryshme, që çka është me qenë krishter, me u bë krishter, me pranua pagëzimi, ka vetëm një kusht themelore, por stohet edhe gjonat e tjera, por çka është në thelbin? Jemi gati për me qenë pagëzuar, për me pranuar jetën e krishter, ku jemi dashuruar me Krishtin, nuk ka një mundësi tjetër, nuk ka një arsye tjetër. Nëse jemi dashuruar me Krishtin, jo dashuruar me pristat, ose me kishën e vetë, o në realitet e kësaj bote, ose një ideal, o filozofi, ose kultura katolike, ta janë vetëm korniza dytësore. Në qendër kush është? Krishti. Atë ai që është dashuruar ndaj Krishtit, e kupton se Krishti e frymëzon një jetë, e drejton, orienton një ecje duke jepë kuptim ekzistencës, atë është gati për pagëzim.